إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Allahun Azza wa Jalla falenderojmë, prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Dëshmojmë dhe deklarojmë se çdo herë se nuk ka Zot që meriton të adhurohet pas Allahut subhanahu wa taala, dhe dëshmojmë dhe deklarojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. S'ka dyshim se fjala më e bukur është fjala e Allahut dhe udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Rasulullahut alaihi salatu wassalam. Të nderuar vëllezër, sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, synimet e tyre, dëshirat e tyre nuk kanë qenë të kufizuar në këtë dunjë që është kalimtare ose ndonjë post që është i përkohshëm, por synimet dhe dëshirat e tyre, ambicjet e tyre, ëndrat e tyre kanë qenë që e kanë të i kaluar edhe këtë dunjë dhe kanë kaluar në ahiret. E pe synime dhe dëshirat e tyre ka qenë edhe me kanë shoqërues pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe në xhennet. Allahu Azza wa Jalla pat begatu këta shok pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ata me qenë shoqëruesit e tij në këtë dunjë. Mi po këta e shijun këtë ëmbëlsi dhe dashtën që kjo ëmbëlsi dhe kjo kënaqësi të vazhdon edhe me një botë që është botë e përtejme dhe është botë e përhershme, ku kënaqësitë atje janë më të mëdha dhe janë të vazhdueshme. Po shqyr Zotit, Allahu subhanahu wa taala këtë mundësi dhe këtë derë nuk e ka mbyll. Dhe me qenë diçka që është e vetë veç për sahabët e pejgamberit alayhi salatu wasalam, po kjo vazhdon dhe është mundësi për çdo një prej besimtarëve deri në kiamet. Kushdo që vepron disa vepra që i ka përmend Allahu dhe Resulullahu alayhi salatu wasalam, do ta fiton shoqërimin me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam xhennet. E ka shumë vepra që i ka përmend Allahu dhe Resulullahu alaihi salatu wasalam, po sot do të mjaftohemi vetëm me një prej veprave që nëse ti e bën, ti e vepron, keme kanë shoqëruesi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam xhennet. E kjo vepër është taatullahi wa taatur rasul, është me ju bind Allahut dhe me ju bind Rasulullahut alaihi salatu wassalam. Nëse unë dhe ti i bindemi Allahut, urdhnave të Allahut, porosive të Allahut, dhe i bindemi Rasulullahut, urdhnave të tij dhe porosive të tija, do të jemi në xhennet shoqërim me pejgamberin e Allahut sallallahu alaihi wasallam inshallah. Ka shumë argumente, vëllezër, ajete dhe hadithe që flasin për këtë temë dhe këtë vepër, po do të mjaftohemi me kryesorën, me ajetin në surën Nisa, që arsye zbritjes së këtij ajetit është një ngjarje e Thaubanit radhiyallahu anhu, diçka që është shumë e njohur. Thaubani kishte dashur shumë pejgamberin alayhi salatu wassalam. Mirë po ishte mërzit një ditë prej ditëve shumë, dhe kur e shef Rasulullahu alayhi salatu wassalam dhe interesohet për mërzinë e tij, ai thot: ja Rasulullah, thot unë ditë du shumë dhe përmallohem shumë. Mi po këtë dunja ka mundësi, vi dhe çmallën, shoh dhe çmallën. Mi po thot më kujtua ahireti dhe xheneti, thot ti ke me kanë me pejgambert në grada të larta, unë nëse hin xhennet, prap nuk kam me pas mundësi me të pa, për arsye se ti do të jesh larg. E Allah Azza wa Jalla zbriti ajetin: wa man yuti illaha war rasul fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alehim. Kushdo që i bindet Allah dhe Rasulullahut, do të jetë me ata që i ka begatuar Allahu në xhennet, pejgamberët, siddikat, shahidlerët dhe njerëzit e mirë, wa hasuna ulaika rafika, dhe sa shoqërim i mirë që janë këta. Ky është një seharit shumë i madh, një mish dhe shumë i madh për Thaubanin radhiyallahu anhu, po jo vetëm për të, po për çdo prej besimtarëve, për çdo një prej besimtarëve i cili i bindet Allahut dhe Rasulullahut, që me kanë xhennet me ata shok të mirë që i përmendi Allahu Azza wa Jalla në këtë ajet. Mi po kush thosh me u bind Allahut dhe Rasulullahut alayhi salatu wassalam, e shokët e pejgamberit që janë bind Allahut dhe Rasulullahut, do t'i përmendi veç dy shembull shkurt për me tregu se kushdo që vepron sikur sa kanë vepruar ata, do ta fiton ata që e kanë fituar ata. Rasti i parë është ku zbret Allahu Azza wa Jalla ajetin ku e ndalon alkoolin. Çka thot Allahu? Thot: ja ayyuhalladhina amanu إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون.
O ju cilët keni besu Allahun, me të vërtet alkoholi, e bigjozje dhe idhët dhe zlami janë prej veprave të shëmtuara të shejtanit. Largojuni, shmangojuni atyre nëse doni të jeni të shpëtuar. Dhe më pas ajetin tjetër Allahu përmend mashtrimin që u bën shejtani njerëzve. Dhe ajetin tjetër e përfundon qysh: fa hal antum muntahun. Thot Allahu, a keni menën më unal? A keni ndërmend ju më unal? Ju thot sahabëve. Çka than sahabët e Resulullahut alayhi salatu wassalam? A than ja Rab, ta shofna një herë. Prit ta mendojna këtë punë. Na jep pak kohë dhe afat. Prit ta shofna çka po thonë hallkët e kyje aj. Jo, vëllazër. Më një herë than intehejna. Than unalëm. Dhe i morën enët që i kishin me alkool dhe i derdhen nëpër sokaqet e Medinës derisa u mbushën, sikur se lum u banën sokaqet e Medinës. Sepse ishin ata që i bindën Allahut më një herë. Ose rasti tjetër ku Resulullahu alayhi salatu wassalam e pa një prej sahabëve që në dorë kishte një unas të arrit, e që është ndaluar kjo për burrat e këtij umetit. E mur pejgamberi alayhi salatu wassalam ja heki dhe e fugi unazën dhe i tha: ya'midu ahadukum ila jamratin min narin fayaj'aluha fi yadihi. Tha, ka guximin dikush për juve me e marr një gacë të zjarrit edhe me vendu në dorën e tij. Dhe shkoi Rasulullahu alayhi salatu wassalam. E ata shokë që i kishin dashamir, që i kishin për rreth, ki sahabët i thanë: merre këtë unazën dhe shko shite, përfito. S'munësh me vesh, ama shko bile përfito, mos e hub se është e arrit. Mi po shka tha kjo zemër e madhe? Tha la wallah, tha jo pasha Allahun. La akhudhuhu wa qad tarahahu Rasulullah alayhi salatu wassalam. Tha nuk e marr diçka që ka fugë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për me tregu çka vëllezër bindën ndaj Rasulullahut alayhi salatu wassalam që kanë pas ta burrat mëdhoj. Andaj me këtë pyetje po përfundoj. Nëse ne e dojmë shoqërimin me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, a jemi prej atyre që bindën Allahut dhe Rasulullahut, apo prej atyre që ja kthejnë shpinën Allahut dhe Rasulullahut? Allahu na bën prej parëve prej atyre që bindemi Allahut dhe Rasulullahut, dhe ne bën prej atyre që nuk e kemi pas mundsinë dhe mirësinë që me e shoqëruan këtë dunjë pejgamberin alayhi salatu wassalam, po kemi mundsinë me shoqëruar sunetin e Rasulullahut. Po inshallah dhe Allah na bën prej atyre që do ta shoqërojmë atë në Jannatul Firdaus. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus salah.